Është përkujtuar sot edhe në Fier 5 maj, dita e dëshmorëve në nderta e tyre që dhanë jetën gjatë luftës nacional çlirimtare. Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë autoritetet më të larta vendore, si dhe deputetë të qarkut Fier të Partisë Socialiste. Të pranishëm ishin edhe drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun, Belinda Balluku, deputetët Ramion Kurti, Antoneta Dhima dhe Erjo Mile, familjar të dëshmorëve dhe përfaqësues të drejtorisë vendore të policisë, të cilët në ritmet e bandës frymore të qytetit vendosën buqeta dhe kurora me lule pranë obeliskut kushtuar dëshmorëve. Ndërkohë në këtë aktivitet u vure mungesa e kryebashkiakut të Fierit Armando Subashi. Në fjalën e tij, kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve dhe veteranëve të luftës në Fier, Sokrat Ikonomi, e vlerësoi 5 majin si një ditë që përkujton dëshmorët dhe sakrificën e tyre për lirinë e vendit. Në prononcimi për mediat, drejtuesja politike Belinda Balluku ka pohuar se 5 maj është një ditë që shkon për tej të majtës e të djathtës, ndaj ka theksuar rëndësinë e reflektimit të opozitës, e cila prej vitesh mungon në këtë ditë të shënuar. Teksa ka mohuar zërat për krisje të marrëdhënieve me kryebashkiakun Armando Subashin, të cilin e ka konsideruar aset të Partisë Socialiste. Nuk ka asgjë më të rëndësishme, më të çmuar, më të vyer se Shqipëria. Ndaj në ditë si këto, përveç përkujtimit që ne përulemi para këtyre dëshmorëve, ata përçojnë këtë mesazh tek të gjitha brezat dhe puna që sot e kësaj dite vazhdon dhe bën shoqata e dëshmorëve të kombit për të mbajtur gjallë këtë flak të sakrificës të 28.000 dëshmorëve është me të vërtet për të respektuar dhe për të përçuar nga brezi në brez. Në fjalën tuaj përshëndetje po thua që kjo është një ditë që shkon për tej të majtës dhe së djathtës, por ka vite që opozita nuk i bashkohet kësaj dite. A ka kohë për reflektim? 5 maj është dita e dëshmorëve të Adveu dhe si e tillë ata dhanë jetën për Shqipërinë dhe Shqipëria është e të gjithëve. Shqipëria nuk ka ndasi politike, Shqipëria nuk ka ndasi krahinore apo as të fesë. Kështu që kjo është një ditë që duhet respektuar nga të gjithë, kjo është një ditë që duhet mbajtur në zemër nga të vjetër, të rinj. Kjo është një ditë që nuk mund të ndahet as nga politika, kështu që patjetër duhet jetë një ditë reflektimi dhe gjaku i dëshmorëve qoftë përbashkues gjithmonë. Armando sot ka një detyrë, prandaj këtu ndodhen 4 nënkryetarë, të cilët janë nënkryetarët e bashkisë të Armandos dhe jo, nuk ka asnjë krisje. Unë me Armando Subashin jemi shok të vjetër. Nuk na ka lidhur detyra ime në Fier, na ka lidhur Partia Socialiste herët, shumë herët, madje nuk e di ka qenë 2007 apo pak më vonë. Kemi kaluar bashkë momente të rëndësishme si greva Auris apo fushata elektorale. Armando është një aset i Partisë Socialiste dhe nuk krisemi ne socialistët. Edhe këtë vit, opozita nuk ju bashkua ceremonisë në nder të dëshmorëve.